Me rreth 50% të votave, Lëvizja Vetëvendosje është fitore bindëse në zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare. Ndryshe prej 9 shkurtit, këtë herë ky subjekt politik u rrit për 8%. Me 9 shkurt, si vjet, fitoi Lëvizja Vetëvendosje me partnerët. Me 28 dhjetor 2025, fitoi populli i Kosovës dhe Republika. Urime fitoria më e madhe në historinë e vendit. Tash na presin shumë punë përpara, rezultati sotëm na ka bërë të qartë që duhet të ecim përpara pa vonesa. Sa më parë që certifikohen rezultatet, aq më shpejt do të na duhet të krijojmë institucionet e të vazhdojmë me punën e mirë dhe projektet e nevojshme. Rritja brenda 9 muajve sipas njerëzve të rrethonave politike ndodhi për disa arsye. Profesori Dorajet Imeri thotë se ndikuan shumë faktorë për fitoren e vetëvendosjes. Kam fjalën për mosvotimin e 2-3 çështjeve, sidomos mosvotimin e qeverisë konjusa. Këto e ka përdorur vërtet, si ta themi, e ka kapitalizuar si veprim. Për mos përgjigje pozitive ndaj ftesës ndaj LTK-s për bashkëqeverisje. Pastaj për mosvotim të buxhetit, edhe pse kjo kishte një konotacion juridik të së drejtës, dhe mosvotim të marrëveshjeve ndërkombëtare. Pra fakti që i ishte i gatshëm sipas VV-s që të heqë dorë madje edhe nga posti i kryeministrit, vetëm që këto të bëshin, unë konsideroj që u bën disa nga argumentet kryesorë që e goditi opozitën pa mëshirë. Imeri përmend këto edhe rolin e partive opozitare. Kjo më shumë fol edhe për partitë opozitare, po fol edhe për Kosovën. Unë konsideroj që kjo rezultat nuk ka qenë i pritshëm për këtë përgjigje. Por s'kemi pasur asnjë dilemë ata që ndjekin politikën se Lëvizja Vetëvendosje do të fitojë me një diferencë të thellë ndaj partisë së dytë. Duket se ka disa gjëra që u bën bashkë, si do të thoya komplementare me njëra tjetrën, që lidhej me temat kyçe pse shkuam në zgjedhje. Si partitë opozitare nuk e ndjekën kursin politik të tij, si ram prej e lëvizjeve politike. Nga të dhënat zyrtare të Komisionit Qendror Zgjedhor, Partia Demokratike e Kosovës është e dyta me 20.99%, Lidhja Demokratike e Kosovës ka rënë në 13.57%, kurse Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës 6%. Lista serbe i siguroi 4.81%. Megjithatë, në kuvend kjo parti pritet që sërish të ketë 9 deputet, pasi një ulse sipas rezultateve momentale e ka siguruar edhe Nenad Rashić. E nisma e Fatmi Limajt nuk arriti që të kaloj pragun, duke marrë vetëm 1.7% sipas rezultateve preliminare të KQZ-s.